Ka fshat që s'ka përdihet, është orvlla mjerimi. Ka fshat që të mbetën në fyt dhe të zëtrishtimi. Kur shef tyrat zbeta dhe sytje shilta që të shikojnë si hije e shtejnë duar dhe mpita, edhe ashtu të shtrime mbrapa teje, mbesin të tanë jetën e vetë, derisa të vdesin. Këto janë fjalët e një poezie të Migjenit, të cilat na kujtojnë vështirësitë në të cilën ka kaluar dhe po kalon kombyen. Një ditë fillon për këta të papunët në Kosovë. Në fytyrat e tyre janë shenjat nga ka kaluar populli ynë. Në shpatullat e tyre ndryshimet e shumë sistemeve, duke filluar nga komunizmi, socializmi, autoritarizmi e deri tek apartheidi viteve 90. Ndërsa sot e përjetojnë demokracinë dhe lirinë. Por për fat të keq, ende është prezente varfëria. Disa metra më larg, është duke u ndërtuar një nga ndërtesat më të larta në Ballkan. Në fakt, është duke u ndërtuar një lagje e tërë që të ndryshojë një herë për gjithmonë pamjen e Prishtinës. Mirë po, gjithçka është duke ndryshuar. Po çfarë shoqërie jemi duke krijuar? Si këto ndërtime, edhe shoqëria jonë është konfuze, kaotike, në kërkim të identitetit dhe me pak perspektivë për të rinj. Jemi vendi me popullatën më të re në rajon dhe me potencial të jashtëzakonshëm dhe mbreslënës. Por, a është duke u shfrytzuar ky potencial? Ky njeri na ndihmoi ta fitojmë lirinë. Mirë po, ta luftojmë varfërinë është një luftë të cilën duhet ta fitojmë vetë. Arsimi është parakusht për ulje të varfërisë, si dhe për zhvillim të shëndosh dhe të qëndrueshëm ekonomik. Sa më të arsimuar jemi, aq më shumë mundësi do të na ofrohen. Sot, të gjithë qytetarët e Kosovës kanë mundësi të shkollohen, por jo të gjithë i kanë mundësi të shkollohen. Kemi popullatën më të re në Evropë, e cila është duke u shkolluar në një sistem arsimor që ka kaluar periudha të vështira ndër vite. Për sa po edukohen këta të rinj? Sa po mësohen? Çfarë dije po fitojnë? A është e mjaftueshme kjo dije për ta gjetur një vend të punës stabil? E një vend i punës stabil të ndihmon me siguru bukën e gojës.